në fund mandati me skandale dhe dashurisë së zjarrt për shqiptarët. Analistët amerikanë kanë quajtur turneun e lamtumjës fundin e mandatit të Eric Adams, një kryebashkiak i New Yorkut në Tiranë, Tashkent dhe Jeruzalem. Nga pritja në kryeministrinë në Tiranë, fluturim me helikopter qeveritar në bregdetin e Vlorës, vizita në Tashkent të Uzbekistanit deri te muri i vojtimeve në Jeruzalem, këto udhëtime shënojnë një përfundim dramatik, ndërkohë që tani Adams largohet pas 4 vitesh. New Yorku pyet çfarë la pas, një mandat të trazuar, një urë drejt Ballkanit dhe një pyetje të madhe: ja vlen dashuria kur hijet e dyshimeve nuk shtuken, derisa të flas drejtësia. Ekspertët politik kanë shkruar biografinë e kryetarit të Bashkisë së New Yorkut e portretizojnë Adams si një figurë mesdritës të hijes. Ai është kryebashkiaku i kapur në skandale federale, rishveta dhe korrupsion, që përfundon mandatin me vetëm 20% miratim. Po me shqiptarët në New York, emri i tij ndizet, ai shihet si një mik më i ngrohtë se çdo kryetar tjetër, madje edhe më shumë se disa presidentë apo politikanë të lartë amerikanë. Miqësia e tij u promovua si ure e Ballkanit, ndoshta sipas për të ardhmen e tij sipas komentatorëve në New York. Spekullimet në rrjetet sociale thonë se pas janarit Adams mund të ketë një zyrë në departamentin e shtetit që mund të merret me zona të tilla si Ballkani. Adams kërkon një rol global si ambasador, shkruhet urë mes Amerikës dhe Ballkanit, kështu gazeta paremëron stuhi hetimesh.